Prefekti i qarkut Kukës, Dritan Baj, ka kërkuar nga Bashkia Kukës nisjen e menjëhershme të furnizimit me lënë të drusore për ngrohje në shkollat e zonave të larta malore. Pavarësisht se dimri në Kukës njihet për ashpërsinë dhe temperaturat e ulta, 14 shkolla nga 69 gjithsej rezultojnë ende pa furnizim me dru zjarri, ndërkohë që moti është përkecuar dhe në disa zona të larta malore priten rreshje dëbore. Tani fillon shira, ndërkohë që rezultojnë 14 shkolla që nuk janë pajisme në bazë. Kjo është prioritet mbi prioritet. Në mbledhjen e Komisionit të Mbrojtjes së Civile, prefekti Baj tha se situata e 2 ditëve të fundit, e shoqëruar me rreshje të dendura shiu, ka vënë në provë edhe gatishmërinë e 3 bashkive të qarkut, Kukës, Tropoj dhe Has, të cilat duhet të jenë të përgatitura për çdo skenar emergjent. T'ju falenderoj gjithë juve për punën që është bërë këto 2 ditë e fundit, ku komiteti për gjithë qarku është vënë provë për shkak kushteve të motit, që jemi gjithë dëshmitar për sasinë e shiut që ka ra. Deri tani çdo gjë ka funksionuar mirë, po themi jemi aty ku duhet, me një nevojë për një përmirësim të vogël. Në fund të mbledhjes, prefekti ripërsëriti apelin për veprim të menjëhershëm, duke nënvizuar se vonesat në furnizimin me dru mund të ndikojnë drejt për drejt në mbarvajtjen e procesit mësimor dhe në sigurinë e fëmijëve në shkollat e zonave malore të Kukësit.